krejt Kosovës. Kemi pa edhe një rrëfim këtë, do më thonë ka qenë shumë interesant, ku Bujar Haradinaj e shpjegoi se çka ka ndodhur me forcat serbe a ditë që është taku për airport generali Davut Haradinaj. Po, e kom përcjell edhe unë, edhe Bujari është një djalë shumë i mirë, një djalë fjalë pak, tash ja ka nisë me fol, po betejat edhe sulmet, edhe senet që i ka bu Bujar Haradini, rrallë dikush i ka përjetun duka gjë. Po që shka ndodhët, ja të kujtuhet si ka ndodhët, dhe me thonë se ti këtë dëgju, për se në duka gjë me generalin Davut. Atë ditë kom qenë shkollë, kur ka ndodhë rastim, ku në gjimnaz, edhe kur ka ndodhë rasti i 24 marsit, muna me thonë se ma shumë ka pas tenka e blinda se sa njerës. Edhe nuk e kem ditë që apo bëhet, dhe mas dite e kem ditë që është sulmu familja Haradinaj, mirë po në atë kohë nuk kishim me shka dhe me shku me mbrojt, nuk jem kuhën të armatos, nuk jem apëten, veç e kem këqyrë qësh me thumë, pej slarkti e kem qyrë që apo ndodhë. U zhvillu lufta të në ditën, edhe natën dhe i bunë. Po pse në fakt u formuan Shqipunjat e Zeza? Pse u dasht me se ju një konë njësi ma e veçan? Unë fillimisht, me fshat Tirniqit, ju kem bashku mas 24 marsit, 4-5 ditë, ose nuk e ditë ashtë, ju kem bashku Rinia edhe krejt katun dhe Tirniqit, ju ka bashku Ramush Haradini. Edhe në atë kohë kanë fillu vijat frontale, ma i mandë shumë mirë, ka qenë vija në Baballaq. Ku në Baballaq, mund ata ceki, nështë ashtë edhe mirë mi cekë, se kem qenë do djem vullnetar që kem shku në vit hapun të luft, dhe me thonë vit parë. Kom qenë me Blerim Dacin, si vullnetar i Tirniqit, Sami Askaj, ka qenë Sadre Askaj, Avdyl Askaj, Esad Zenaj. Grupa parë i Tirniqit që ka shku në vi frontale në Baballaq, si vullnetar për fshatit i Tirniqit. Pastaj, ka lind ideja nga komandant Ramushi që formohet një njësi speciale e cila do të intervenon në gjitha vijat e luft, po pikrisht ma shumë edhe në mbrojtjen e civilve. Popullatës civile. Edhe është formu njësia. Në atë kohë, njësia i ka pas disa kritere, për shembull, ke pas me kun fizikisht mirë, ke pas mës me qeni martuma si pe ju me pak u këshyrë edhe familja, edhe pe 700 ose 1000 vetëve që jenë zgjedh atë ditë, ka pas shumë vëllëtar për me qenë njësi speciale, jenë zgjedh dikun 25-26 djemë. Pe aty në djemëve, do me thonë, për njësis parë, edhe 7-8 jenë gjallë, tjerët jenë vra. Pastaj, jenë vra tjerët, jenë arë tjerët, jenë, apo këpëton, njësia ka qëndru si njësi, deri sa ka përfundu luftat. Tu hi tjerët, vrajnë tjerët, plagosën tjerët, edhe njësia, do me thonë, si njësi ka qëndru, deri sa ka maru luftat. Po, edhe me Beg Rizën kështë qenë shumë shok, ha? Po, me Begin jam qyrë në femeri, kemi qenë bashkë. Kemi qenë bashkë në shkollë, në luft, pas lufte, gjithë jetën e kemë bu bashkë. Mandej, me folë të ashti, po i po foli, se ma shumë është tema, qysh jem plagos. Po dhe dollë me dhe të e ti, po problem. Na kemë qenë njësi, dhe me thonë njësi speciale për ndërhyrë shpejt, vetë fjala kuptohet njësia për shka është. Ne na i kanë marrë pikat në fshatin po bergjë. Na kemë shku me sulmu edhe me rikëthy pikat vijat frontale, se pej po bergjë është pozicioni shumë i lartë. Edhe prej atyit i sulmojshin gjitha fshatrat e komunës Deçanit. Edhe në krye me komandanti Idris Balen, ke marrë urdhën për me shku me sulmu atë pikë. Gjatë rrugës, ku kemë shku